për ty që je lodhur duke dhënë nga shpirti jot, nga ndjeshmëria jote, nga bosleku jot, për të parë të lumtur të tjerët. Dhe sado që ke dhënë, akoma shumë erdhe nga ana materiale. Çdo gjë që nuk e mbajtë për vete ja u dhe të tjerëve. Dhe më mbas, kur ata nuk kanë qenë aty të të kuptojnë, të të ndihmojnë, ti je ndjerë shumë keq. Ke patur nga brenda tu rretjen që mbase edhe nuk e kupton, mbase nuk do ta pranosh atu rretjen që ke dhënë dhe nuk e marr. Dhe bën atë rreth e rralltu të njëjtën motiv që përsëritet. Dhe kam shumë nga ju që më thoni që nuk kemi para, të njëjta gjërat përsëriten përgjithmonë, akoma dhe në marrëdhëniet tuaja, dhe shumë të tjera me njerëz, me shok, me miq, me familjarët tuaj. Zgjidhja është vetëm një. E para, të marrësh energjinë tënde mbrapsh, fuqinë tënde, jetën tënde, sepse atje ku e ke dhënë nuk është ditur vërtet, sepse një njeri që është i shëndetshëm nga ana emocionale dhe shikon çfarë jep ti, shkëmbën dhe ai energjinë duke të dhënë një përqafim, duke të dhënë ai diçka tjetër. Kjo është një marrëdhënie e shëndetshme. Por çdo marrëdhënie që nuk është në balancë, në ekuilibër, do të thotë që është një marrëdhënie që dikush ka interes të përdor, dëgjoj mirë këtë fjalë, së shkollaj ta dëgjosh, edhe unë nuk mund ta kuptoja në fillim, të përdor për nevojat e tij. Le të jep dhe babai jot, nëna jote, motra jote, vllai jot, partneri jot dhe njerëzit më të dashur. Kjo lloj marrëdhënie quhet një marrëdhënie ndërmjet narcismit dhe viktimës që përdor narcisti. Dhe kjo të dashur shpirtra të bukur është krijuar që nga fillimi i krijesës të gjinisë femrore dhe maskullore, dhe ne pa përjashtim të vëllezëri jon është rritur me prindër narcist. Dhe prindërit tanë u rritën me prindër narcist dhe kështu me radhë që nga fillimi i krijesës. Kjo është një që duhet ta kuptosh. Çiftet më parë prindërit tanë rrinin vetëm për interes dhe gjojash dashurinë thonjza. Mundet të ketë dhe do një nga çiftet që kanë qenë në marrëdhënie të mirë. Dhe ata do shikosh që ja rritur dhe fëmijë të shëndetshëm. Ti që më dëgjon dhe të përsëriten gjithmonë gjërat dhe ke dhe shumë dhe nuk e marrë nga të tjerët, më vjen keq, por ke nevojë për të parë çfarë bëhet brenda teje. Ku është rrenja e këtij problemi? Dhe po ta them që rrenja është nëna dhe babai jot, edhe të tyre, nëna e babai e tyre dhe para arcën nga brapa. Por dua të them që kjo ka zgjidhje kur arrin në shkollë. Nuk është e lehtë, nuk mund të them që është shumë e lehtë, pa punuar, pa shkuar veten, pa futur atë pikën në koskë në thonjza, që të vesh të shikosh dhimbjen dhe të shikosh sa shumë nga brenda ke dhënë tek nëna dhe babai jot për t'i parë të lumtur, sepse nëna dhe babai jot nuk vënë përgjegjësinë e familjes. Njëri ishte aty dhe në përgjegjësi nëna dhe baballat më tepër të ikur, mund të sillnin gjërat, por nuk mjaftonte vetëm ajo, nuk të dhanë sigurinë shpirtërore, sigurinë materiale, financiare, nuk të thanë që jam unë këtu për ty, dhe nuk e lanë më tepër nënën tënde, që ishte dashuria të qetë, të jepte përkëdhelin dashurinë që ka shumë nevojë njeriu, një përkëdheli, një përqafim. Dhe të gjithë juve që keni problem me parat, çelësisht këtu, që i sillni paratë dhe ju ikin. Për të gjithë juve që nuk keni fare, pra problemi është këtu. Për të gjithë juve që doni shumë para
dhe kujtoni që keni merita, keni vlera vetëm kur keni para, jeni burra po gra, Celsi është këtu. Dhe për të gjithë ju, që kujtoni që dashuria është para, kur unë si dje që shikonja trëndafila, buqeta të mëdhaja, nuk është dashuria jo. Është shumë e bukur ai gjesti, po atë mund ta bësh në një ditë tjetër. Nuk kemi nevojë së mos në gratë dhe flas këtu më shumë për veten time, se sa buqete madhe do jetë ditën e Shën Valentinit. Mund të jetë akoma dhe një lule për këtu për natyrës këtu ku jam unë. Mund të jetë thjesht një jam këtu të personit që është pranë teje. Mund të jetë një gest i vogël, një të dua duke e kuptuar, e shumë të tjera. Por të gjitha këto do t'i bëjmë te enten, që kemi Zoom falas, në orën 8 me orën e Shqipërisë. Do punojmë mbi narcizmin, që ku ka filluar të bëjmë shkëputjen, të kuptosh më tepër dhe mos lodhesh, të kërkosh pse nuk e para, pse nuk e partnerin e dur, je burra po grua, pse ti jep shumë dhe nuk të kthehet asgjë, dhe që e ke kërkuar deri tani pse në jetës. Do ta shkojmë bashkë, do bëjmë shkëputjen, do jetë terapi diagnostike dhe secili nga ju të shikojë veten e tij atje ku e ka filluar këtë gjë dhe nëse donja të thosha që kjo ka filluar që në fillim të krijesës dhe është botërore dhe është Celsi që do hapi derën për lumturinë tonë, për qetësinë tonë, sepse nëse s'ka harmoni, nëse s'ka respekt me njëri tjetrin, marrëdhënie të marr dhe të jap në mënyrë të ndershme, por një të dua të thjeshtë me fjalë, me trëndafila, me para, me makina të shtrenjta, nuk mund të ketë lumturi kur nuk je përgjegjës për personin që je. Dhe ti jesh përgjegjës për personin që ke pranë. Ti jesh përgjegjës për fëmijët që sjell në jetë. Sepse dhe ne brizëjon, fëmijët, kemi kaluar nga ana tjetër, po i mësojmë që po bëhemi shokë dhe shoqe me fëmijët, nënat, baballarët, jam shok me djalin dhe mamaja gjithashtu, dhe pa dashur po i japim nga arkesën emocionale tonë duke i shprehur ato dhimbje tonë ose duke folur gjërat të njësoj me ta. Duke çoditur këtu, shikova ka filluar të celin këto pemë të vogla, lulet, kjo do thot fillon rilindja, ringjallemi. Kohët janë shumë të vështira, duhet të shikojmë dhe janë të vështira në anën psikologjike që na thërret universi, energjia, të punojmë me veten tonë. Nuk kemi nevojë në këtë kohë dhe na mungon e ngrëna. Nuk kemi kohë në këtë kohë, na mungojnë rrobat si më parë. Ne mund të kemi gjithçka, por mundohemi me të gjitha këto, akoma me rrobat, akoma me gjëra të tjera, të mbushim atë boslekun që e kemi krijuar këtu brenda. Dhe kush na e krijoi, nëna dhe babai jon, që nuk ishin të pranishëm tek ne, punonin shumë për bukën e gojës shpeshherë dhe nuk ishin të pranishëm. Kurse tani brezat po punojnë shumë që të bëjnë gjëra shumë, të marrin shtëpi më të bukur, të marrin rroba të shtrenjta, të bëjnë udhtime dhe fëmijët janë të lirë, shoqe dhe marrin përgjegjësinë tonë, duke mos qenë autoritet. Jemi në dy grupe, në atë që u rritë me autoritet edhe me mbikëqyrje, dhe ne po rritim fëmijë të lirë jo në thonjza, që nuk dinë çfarë duan dhe çfarë bëjnë. Dhe kanë mbajtur barrën tonë, dhe po e mbajnë barrën tonë, se ja u japim ne. Më shkruaj në telefon 600 699 321 4637 në WhatsApp, Telegram edhe në Viber.